Së parit njohim si tifoz i jashtëzakonshëm i futbollit edhe i kombëtarës shqiptare. Pse Shqipnia dhe jo ndonjë kombëtare tjetër, edhe pse vllaznimi dhe jo ndonjë ekip në ndonjë momentum tjetër? Po, në ekip përveç vllazimit nuk ka pas qysh më konë se pe fëmijë jena rritën në atë qytet edhe me pa tjetër kena pas mbështetjen ndaj vllazimit. Sa i përket Shqipërisë është fal babit që në vitin 2001 kur kam qenë vetëm 11 vjet, më ka marrë me vete mi përcjell ndeshjen e parë në Qemal Stafa Shqipëri-Angli. Ndeshja ka përfunduar 3-1 për Shqipërinë, shënon gol Altin Rakli, edhe që nga ajo ditë deri më sot hiç bojkotin e fundit që kena pas problemin e tifozëve me federatën. Deri në ato ditë, vetëm 5 ndeshje të Shqipërisë nuk i kom pas përcjell ne si vendas. Se puna vizave këto dihet që kena pas vështirësi, po lojt si vendas Shqipëria, vetëm 5 nuk i kom përcjell ne ku ka luajt vendas. Thoni i ke përcjell edhe ndeshjet miqësore me raste. Gjitha. Mos t'i përmendi me rastet e ndeshjeve miqësore kështu konkretisht, për shembull ndeshja miqësore kundër Bullgarisë para 2 viteve në nëntor, që kemi qenë një formacion i jashtëzakonshëm i tifozëve. Formacioni ka qenë toku i ajër, formacion që i vynë Kosovës.